Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e dytë të vlogjeve tona të Stambollit. Jemi kështu? Vjetër. Kjo të i gjipi vogël e të s'ka. Ik vogël. Neve ndaluam në autostrada, është një vend që ndalojmë gjithmonë sa e vim Durrëshi. Ky, domethënë, ka një distancë nga kufiri turk 2 orë, kështu që kemi 2 orë për të bërë fatkeqësisht. Nga zhënu, mana? Kush e ka shënu? Ajo është kur e zë gabim. Do futesh mbajnë tjerë flesë dhe lanë. Artestia. Yeni müfredata göre hazırlanmış yardımcı ders kitabı ve soru bankaları Zafer Yayınları'nda.
Mirëmëngjes të gjithëve, edhe mirë se erdhët në një video të re. Sot po e nis këtë vlog në Stamboll, sepse ne dimë se deri në Stamboll. Dhe sot kemi një shopping day, kështu që do bëhemi gati. Moti këtej është me re edhe me diell, po nuk është ftohtë, kjo ka rëndësi. Dhe do bëhemi gati sepse siç ju thash kemi një shopping day, do lëvizim në përqendër tregtare, do blejmë gjëra të ndryshme sepse është data 3 shtator, edhe me 8 fillon shkolla dhe praktikisht asnjëri nga ne nuk ka bler asnjë gjë për shkollën. Kështu që po, unë aplikova tonikun, po problemi është që të gjitha produktet e fytyrës mua nuk kanë mbaruar edhe nuk e di se çfarë do bëj, ndoshta do gjej një lloj këtej dhe blej, po do më thënë, dua të marrë ose CeraVe ose La Roche-Posay, kështu që nuk e di, sepse këtu nuk ka shumë qanë Sephora, okej? Ndoshta ka në një shantë që s'kam kontrollu, sepse duhet të shkoj atje për një blerje. Dhe në Mall of Istanbul ka Sephora, po nuk e di se që do bëj, seriozisht. Do kontrolloj pak për çmimet dhe ndoshta e marr një farmaci këtu, sepse farmacitë këtu janë full me produkte skincare ose full me produkte për kujdesin e flokëve, kështu që nuk është problem fare. Veç se duhet të shoh një gjë në përshtatje me lëkurën që mos të harxoj kohën nëpër farmaci dhe të bëj një krahasim çmimesh me produktet nëse i marr këtu dhe nëse i marr në Shqipëri. Unë e mbarova këtë mini make-upin tim, praktikisht krefa vetëm vetullat dhe lëva buzët, sepse nuk kam për bë make-up sot, bëra dje, xhirova dhe një shorts, por sot jo, sepse do lëvizim gjatë ditës, ndoshta është bëhet më vap nga dreka, dhe nuk do të bëhem kështu shumë tuar nga fytyra, kështu që më mirë jo. Neve kemi një ide se në që në tregtare të shkojmë, okej, nuk është se jemi kështu fare, se ju e dini që kemi qenë shumë herë këtu dhe praktikisht kemi mësuar të gjitha venet që na duhen dhe që na hyjnë punë. Kështu që nuk do lëvizim kot vene pa vene të harxojmë kohë. Si fillim do ham mëngjes, pastaj do shohim, ju do jeni me mua. Kështu që po, pjesa që unë do t'ju them është që nuk e di a do ta bëj haulin e produkteve për back to school, do ta bëj në këtë video, apo do hap një video tjetër, 10 minuta, dhe do ju bëj haulin e gjithë gjërave që neve kemi bler. Do fus këtu dhe të çunave dhe timen mesoj, nuk e di, do ta shoh. Si që thash, veshjen e kemi sa më bazike, kështu që bazike si shkojnë këto, dhe janë dhe të rehatshme dhe këtë dua. Nuk e di do marr atlete, se besoj sepse kam dhe kam bler goxha atlete para se të vëmë të shkolla, kështu që kam goxha sasi aty dhe nuk kam ku i vej, okay? Por unë po vesh shapka që në çdo lloj momenti, nëse më pëlqen një gjë, pse jo ta provoj, ta shohim. Pa lejti mirë ta marrim, pse jo, ky është motoja e jetës. Dhe jemi gati.
Gjithë një bluzë kështu. Uaj. Në mbrapa kështu. Do të ta marrim apo jo sepse gjërat unike do të merr nga unë. Erdhëm të ojshë, përvoj ca streqe, një fali gjeta, po jam e pavendosur për këto. Mendoj të marr ngjyrën e zezë të këtyre. Nuk gjetëm ngjyrë të zezë si këto, kështu që do marrim vetëm një palë që ishte me të kapur në fund. Tani jemi te Adidasi, po provojmë çuna ca gjëra dhe unë përveç disa make-upeve s'kam bler asnjë gjë tjetër. Okej, bleva edhe një bluzë Zara. Dhe si përfundim të gjithë olin, unë do e hedh në një video tjetër, kështu që po.
Aşkım. Aşkım. Gel. Gel. Pode ver a vídeo do meu cara.
Mirë mëngjesit të gjithëve nga një ditë tjetër në Stamboll. Merhaba. Shumë e gjeti. Bok gününde şuradan. Sağ olun. Kolay gelsin. Neve do nisemi për të marrë buzulukun tim në Nishantashë. Neve po ikim për në Nishantashë sepse kam gjetë disa hand bracelets, ja ku janë çunat. Hëngrëm mëngjes dhe praktikisht do shkojmë te Buzulukët, në xhami nuk shkojmë dot sepse babi është me të shkurtra dhe nuk lejohet. Kështu që ditën do të kalojmë në për Nishantashë, pastaj të shohim mos shkojmë në një park Buzdetit dhe si ditë e fundit domethënë gjëra bazike sepse domethënë shumicën e pazareve ne e mbyllëm dje dhe sot përveç pazareve të shtëpisë nuk kemi asgjë tjetër për të bërë. Gjetëm një parkim me pasyrë në zhull. Po dhe mund sy zhull për nejtë. Shit. Edhe sot do zbulojmë Nishantashë sepse s'kemi qenë asnjëherë dhe është hera e parë për neve, për mua, për gjithë. Ali'nin doğum günü için falan. Bir şey yaparsın biz koyarız. Dedim hayır ya manyak.也都不行，这鱼肉是。
Ne i mbarum të gjithë blerjet dhe tani po ikim te makina, do ikim deri në farmaci për të marrë një ilaç dhe pastaj jemi për në shtëpi. Kemi rënë drek, jo, do ham, ndoshta. Ju flas tani nga kufiri i Turqisë. Sa po bëm dalje, tani do shkojmë drejt kufirit grek për të hyrë, kështu që yes. Mami me çunat shkon deri në një duty free për të pa parfume, nuk e di. Dhe po, është ora 5:28. Kështu që nuk e di se kur ta mbyll këtë vlogun, shpresoj të ketë dalë i bukur dhe ta pëlqeni. Suli, lusim,